tyre. Zotri Tolaj, para se të flasim për qytetarët, daljen në zgjedhje, të ndalemi pak tek data 28 dhjetor, sepse realisht për këtë datë u diskutua shumë, sepse u vendos të jetë në datën 28 dhjetor, në një kohë festash ku fatmirësisht të pranishëm do i kemi në një numër edhe më të madh mërgjimtarët, në mënyrë që pse jo të mos ushtrojnë drejtën që ju gëzohet edhe atyre, me qënë se për shkak të distancave të larta që mund të kenë me konsulatat, ambasadat, edhe shpeshherë nuk e shfrytëzojnë këtë drejt për të votuar. Në anën tjetër, ajo se çfarë u diskutua shumë është pikërisht pse me datë 28 dhjetor. Madje pati edhe deklarata nga partitë opozitare se presidentja e vendit në një farë formë është ndruar në zëdhënëse televizës vetëvendosje, duke u plotësuar kërkesat që këta të fundit kanë. Si e shihni ju këtë? Po, këto deklarata unë mendoj që janë shumë të sigurta dhe të sinqerta, sepse duke ju referuar kësaj date, lëvizja vetëvendose ka pretenduar që të ofrojë një numër sa më të madh të bashkëdhetarëve dhe bashkëqytetarëve, të cilët janë vëllezër dhe motra tona. Pa nuk është mirë që të votojnë edhe ata? Jo, është mirë të votojnë, absolutisht, i mirëpresim. Dhe jo rastisht unë i takoj Lamis shëndetësisë, në shëndetësi thoj, do më thonë një infuzion të këfjell. Ata bashkëdhetarët tonë apo mërgata janë infuzion për Kosovën. Jo vetëm tani, por ata kanë dhënë kontribute shumë të madh dhe të çmuar edhe në shtetformimin, duke u nisur do të thotë qysh në lëvizjet e para. Do të thonë në vazhdimsi kanë dhënë kontribut dhe e ka një hisë të madhe në krijimin e këtij institucioneve të vendit. Pse keni thënë se presidentja është shndruar në zëdhënëse? Nësi Aleancë kemi propozuar një datë tjetër, duke ju referuar edhe festave të fundvitit, që qytetarët i kanë festa familjare, të lirohen nga kjo ngarkesë, bile ne kemi si Aleancë kemi propozuar një datë edhe më të hershme që të kryet procesi i votimit. Kjo për arsye që do thotë edhe me pas ndonjë ekonomizim më të mirë, edhe thjesht qytetarët pastaj të festojnë lirshëm nëpër familjet e tyre festat e fundvitit. Po shpresoj shumë që shumë do të jenë mërgjimtarët, sepse cilët do ta shfrytëzojnë këtë drejt, sepse realisht edhe vota atyre mund të bëjmë pas edhe diferencën, jo vetëm për njërën parti, mirë, po edhe për shumë parti të tjera. Ka pas shumë diskutime nëse do duhej që diaspora të gëzonte një të drejtë të tillë. Pra, për shkak që janë vetëm gjatë 2 sezonave, kryesisht në verë dhe në dimër, me nga pak javë pushim, është argumentuar shpeshherë se ndoshta nuk e njohin mjaftueshëm mirë problematikën të jetuarit në Kosovë, sfidat me cilat ballafaqohen qytetarët, në perceptimin tuaj. Është e drejtë që të votojë diaspora? Po, këto janë do thotë biseda dhe informata që qarkullojnë tash sa kohë, mirë po e thash pak më herët që bërgata jonë apo diaspora e ka një hisë të madhe në krijimin e këtij shteti, në shtetësinë e Kosovës, prandaj personalisht mendoj, po besoj që fuqishëm që kjo është edhe mendim i gjithë përkrahësve të Aleancës që mërgata e ka të drejtën e votës gjithherë. Në rregull, ndalemi pak edhe tek qytetarët. Po besoj që ju jeni koshient bashkë me partitë e tjera politike se zhgënjimi i qytetarëve me gjitha partitë politike ka qenë goxha i madh gjatë kësaj kohë, pikërisht për arsye që i diskutuam deri më tani, që mos i përsërisim edhe një herë tjetër. Besoni se dalja në zgjedhje e qytetarëve të Kosovës ndoshta do të jetë më e ulët, ose qytetarët do të reflektojnë atë se çfarë votojnë pikërisht për shkak të tërë ngërçit politik i cili është krijuar gjatë kësaj kohe? Ngërçin politik shumë është e qartë kush e ka krijuar. Se ka krijuar opozita, as Aleanca, por domethënë partia e cila i ka pas 48 deputet dhe ka dalë para. Kjo është shumë më së e qartë. Mundem ja orientu faj nëse përgjithësin diku tjetër, po këto e dinë gjithë qytetarët e vendit, ndërsa unë shpresoj për një dalje të konsiderueshme, sepse qytetarët veç e kanë krijuar bindjen
do më thonë në baza faktike për këtë periudhë dikun 5 vjeçare që partia në pushtet lëvizja vetëvendosje vërtet nuk ka ofruar asgjë do thot në të mirë të qytetarëve të vendit dhe mu për këtë arsye shpresoj fuqishëm se qytetarët do të dalin dhe do t'i votojnë do më thonë partit, normalisht zgjidhja është e tyre, por mendoj se partia që ka qenë në pushtet do të ketë zbritje. Besoni që do të ketë, a besoni që do të dalë sërish e para në zgjedhje? Nuk jam ndonjë analist i fort, mirë po do thot përqindja do të ketë më të vogël, sa ato do ta vendos do thot qytetari, do ta vendos sovrani, edhe kjo po e them përsëris që mundet me qenë një arsye që do thot qytetarët do të dalin dhe të votojnë për ndryshimin. Pra ju besoni se qytetarët